Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Gjeta një thirrje urgjente në telefon, por numri ishte imi. Unë quhem Ana dhe gjithmonë jam konsideruar njëri i qetë, praktik, pa fantazi të tepërt. Por ajo që më ndodhi para pak muajsh më ka tronditur aq thellë sa akoma sot më bëhen duart e ftohta sa herë mendoj për atë natë. Ishte një diel e zakonshme, kisha mbyllur derën e banesës time në kombinat, po përgatisja darkën dhe telefoni që lash mbi tavolinë filloi të dridhej. Hodha syt nga ekrani dhe mbeta pa frym. Aty shkruante, Ana po të telefonon. Numri im, fotoja ime, emri im. Po më telefonon të vetja? U shtanga. E para gjë që mendova ishte që telefoni thjesht ishte bllokuar, por pastaj përsëri ra. E njëjta gjë, numri im personal. E hapa duke u dridhur. Alo. Në anën tjetër nuk dëgjova as zë, as frymarrje. Vetëm një tingull të ulët gërgullues si elektricitet ose si një linjë që dikush po e mbante të lidhur pa folur. U drithërova, e mbylla me një herë, nuk kisha kohë të qetësohesha. Pas pak sekondash përsëri telefoni ra. E njëjta gjë, këtë herë nuk e hapa, e lash të bjerë derisa u fik. Mendova se ishte ndonjë gabim teknik. Çfarë tjetër mund të ishte? Por gjërat nisën të bëheshin të çuditshme ditën që kaloi. Në mëngjes shkova në punë dhe sa po u futa laptopin, pash që llogaria ime e emailit kishte një draft të shkruar natën që përfundoi tek telefonata. Një draft që unë nuk e kisha shkruar kurrë. Në email shkruaj thjesht, mos shko sot, asgjë tjetër, as emërmarrësi, as shpjegim. Këmbët më pren. Mendova të tregoja koleges time më të afërt, Irenës, por gjithçka më mbajti. Ndoshta sepse edhe ajo ditë filloi të shfaqte anomali që askush nuk mund t'i shpjegonte. Rreth orës 10 shefi hyri në zyrë. I zbet, i hutuar, diçka që nuk i ngjante fare. Tha me ton serioz se do mbyllnim zyrën për shkak të një problemi teknik dhe nuk dha sqarim. Të gjithë u pa me habi. Askush nuk e kundërshtoi. U ktheva në shtëpi dhe aty nisi gjithçka. Në ashensor, sapo pasqyra u ndez, pash veten pas shpinës time. Por jo veten që njihja. Isha unë e zbet me sy të errët, të ngrirë dhe një shprehje që nuk e kam bërë kurrë. Eca mbrapsht me shpinë te muri u shtanga. Mendova se mos isha e lodhur, mos nuk isha fjetur mirë, por ajo që pash nuk ishte lodhje, ishte e pamundur. Pas pak pasqyra u errësua dhe ashensori zbriti. Kur dole jashtë, telefoni më ra përsëri. Ishte numri im. Këtë herë pa zë, pa dridhje, vetëm një mesazh zanor që u regjistrua automatikisht. E dëgjova. Në audio u dëgjua zëri im, por jo si zëri që përdor zakonisht. Ishte më i thellë, më i dridhur, sikur flisja duke qarë. Zëri më thoshte, nëse hap këtë mesazh, është tepër vonë. U drodha krejt, aty e humba durimin dhe thira vllajin tim Erionin. I luta të vinte tek unë. Ai erdhi brenda gjysmore. Më pa gjendjen e rënduar, më dëgjoi dhe qeshi me nervozizëm. O Ana, ndoshta është dikush që ka klonuar numrin, nuk është ndonjë gjë për të shqetësuar, na ka ndodhur të gjithëve. Do ta kisha besuar, po të mos ishte gjëja që ndodhi më pas. Ndërsa po flisnim në kuzhinë, telefoni im ra përsëri dhe shkruante që Ana po të telefonon. Erioni u zbe. Po bie prap, më tha ai. Por telefoni yt të shkëtu. Këtë herë ai vendosi të hapte vetë që të mos kisha unë panik. U hap linja, në anën tjetër u dëgjua zëri im. Por jo duke folur, duke rënkuar sikur po vraponte. Më pas një trokëllim e rënd sikur dikush ishte rrëzuar. Dhe një fjalë shqiptuar qartë me zërin tim. Ik. Erioni dira telefoni nga dora, unë isha krejt e ngrirë. Të dy ishim aq të tronditur sa vendosëm të shkonim direkt në polici. Gjatë rrugës telefoni im u fik vet. Nuk u ndiste më, nuk karikohej asgjë. Në komisariat policët na morën në pyetje për një orë të tërë.
Kur kërkuan të shikoni numrin që më kishte telefonuar, ai numër ishte fshirë nga historiku, sidomos kishte ekzistuar kurrë. Edhe mesazhi zanor, edhe drafti i mailit, të gjitha zhdukeshin para syve tanë. Policia mendoi se ishte stres, halucinacion, mashtrim teknik, por unë dhe vllai e dinim se çfarë dëgjuam. Dhe pastaj, një javë më vonë, kuptova të vërtetën. Shefi ynë që na mbylli zyrën, papritur atë ditë, kishte pasur një problem serioz elektrik në ndërtesë. Në orarin që normalisht do të ishim aty, një pajisje elektrike shpërtheu. E mbuloi gjithë katin me tym, shkaktoi zjarr të brendshëm dhe rrëzoi tavanin. Në orën 10:16 pikërisht në kohën kur unë pranova emailin "Mos shko sot". Nëse do të kisha qenë aty, nuk do të isha më gjallë. Që nga ajo ditë telefoni im nuk u ndez më. Bleva një të ri dhe nuk mora kurrë më një telefonat nga vetja ime. Por ndonjëherë kur jam vetëm natën, betohem se telefoni i vjetër vibron pak brenda sirtarit, sikur dikush ose unë po përpiqet të më thëras përsëri. Dhe unë nuk e di nëse herën tjetër thirrja do të jetë një paralajmërim apo diçka krejt tjetër.